Prokuroria e posaçme apo oficeri i policisë gjyqësore nuk do të mund të aksesojnë dhe të hapin çdo aplikacion të një celulari të sekuestruar të një individi që pyetet si person në dieni dhe nuk është nën hetim. Kufit janë vendosur nga gjykata kushtetuese pas një rasti të ankemuar të Oneida Ymerajt që kjo gjykate ka publikuar në formë të arsyetuar dhe përfundimtare. Ymeraj është pyetur si person në dieni për një çështje hetimore për korrupsion dhe deklarim i rrem i pasurisë. Për hetimin e këtij rasti, prokurorët kanë sekuestruar celularin e Ymerajt dhe prokuroria e posaçme ka vendosur kryerjen e eksperimentimit teknik elektronik të telefonit, me arsyetimin se në të mund të gjenden të dhëna me vlerë për hetimin. Për këtë janë kqyrur thirrjet hyrëse dhe dalëse, mesazhet SMS dhe MMS, thirrje të humbura, numrat e kontaktit, foto dhe regjistrimet audio e video e të dhënave të tjera, të fshira ose jo, nëse ekzistojnë dhe mund të rikuperohen. Po ashtu, celulari është kontrolluar edhe për pjesën e logimeve dhe i navigimeve në faqe interneti, faqeve të klikuara, komunikimeve me palët të treta, komunikimeve në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram, Skype e të tjerë, përmes opsioneve të chatit online dhe aplikacioneve të instaluara në objektin e eksperimentimit, si WhatsApp, Viber, BBM e të tjerë nëse telefoni objekt eksperimentime ka opsione përdorimit të internetit, si dhe i çdo të dhënë tjetër me rëndësi për hetimin. Por gjykata kushtetuese ka konstatuar se kjo ndërhyrje, duke kqyrur dhe kopjuar çdo të dhënë celular, është tejkalim dhe prek të drejtën e jetës private. Gjykata vlerëson se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkueses për të vendosur vetë për informacionin personal, të lidhur me të dhënat personale dhe në fshehtësinë e korrespondencës. Vendimi i gjyqtarëve kushtetues ka qenë unanim për të vendosur kufizim në kqyrjen e celularëve, vetëm për pjesën që i shërben hetimit. Kërkimi i të dhënave kompjuterike që përfaqëson të dhëna personale ose korrespondencë private duhet në parim, thot kushtetuesja, të autorizohet me vendim paraprak të gjykatës. Ky vendim duhet të jetë i arsyetuar mjaftueshëm në mënyrë që ndërhyrja të kufizohet vetëm në atë që është rreptësisht e nevojshme për hetimin, duke shmangur arbitraritetin. Vendimi duhet të përcaktojë së paku garancitë procedurale për minimizimin e ndërhyrjes, veçanërisht në të drejtën e kufizimit të fushës së kërkimit, duke identifikuar pajisjen elektronike dhe kur është rasti, sistemin ose sistemet e lidhura me të, si dhe duke përcaktuar objektin e kërkimit, llojin e të dhënave, fjalët kyçe ose kriteret e filtrimit dhe shtrirjen kohore. Kushtetuesja kërkon dhe vendosje një kohë të qartë për ruajtjen dhe ekspozimin e të dhënave të marra. Edhe në rastet e urgjencës, mënyra e kërkimit dhe përzgjedhjes së të dhënave, i nënshtrohet sërish kontrolli gjyqësor me kërkesë të prokurorit dhe është gjykata ajo që vendos përfundimisht për sekuestrimin e të dhënave kompjuterike me rëndësi për hetimin. Po ashtu në kontekstin e urdhrave për kërkim dhe sekuestrim, gjykata kushtetuese ka theksuar se ato duhet të përmbajnë kufizime të qarta në mënyrë që ndërhyrja të mos jetë potencialisht e pakufizuar dhe për këtë arsye jo proporcionale. Urdhri duhet të specifikojë fushveprimin dhe kriteret e zbatimit, si dhe një minimum informacioni që mundsojnë mbikëqyrjen e ekzekutimit dhe verifikimin e respektimit të kufive. Ky është një mendim temi i rëndësishëm gjendja apo nga pikpamja procedurale, kushtetuese, ligjore dhe procedurale. Pa diskutim. Pikë pari, personalisht unë e kam konsideruar si të padrejtë rrëmbimin e telefonave nga ana e prokurorisë, edhe pse mund të justifikohen me faktin që kanë vendim nga gjykatat lidhur me sekuestrimin e sendeve, mbi të cilat dyshohet që mund të ketë prova për kryerjen e veprave penale. Dhe një nga këto rrëmbimet që bën prokuroria është edhe i telefonave celulare. Telefoni celular nuk është thjesht një mjet, një send i konsideruar nga prokuroria për si mjet për kryerjen e veprës penale, por tashmë me vendimin që ka dalë nga ana e gjykatës kushtetuese, merr një dimension tjetër përdorimi i celularit. Por gjithsesi, duke qenë se jo në shumicën e çështjeve, por në të gjitha çështjet që ka ngritur prokuroria e posaçme drejtuar në gjykat, në shumicën e tyre ka paraqet në cilësinë e provës apo si provë dokumentare edhe komunikimet që janë midis subjekteve që dyshohen për kryerjen e veprave penale.
Ajo që unë dhe kolegu Aldo Shkëmbi kemi ngritur në një proces ku kemi qenë të dy së bashku përfaqësues ligjor, ka qenë mënyra e përdorimit apo kjo teknikë e përdorur nga ana e prokurorisë e pranuar nga gjykata, forcërisht e pranuar nga ana e gjykatës, sepse E thoni që SPAK-u i është imponuar gjykatës. në mënyrë më absolute. Unë kam kohë që e them këtë teori. Ka tjetër që Pa diskutim. Që po të na dëgjoni dhe më tepër për ato që ne përjetojmë në ato gjykime do të habitemi. E kemi përmendur që procedura për sekuestrimin e telefonit dhe më pas sekuestrimin e të dhënave provuese që ndodhen brenda telefonit, pra brenda këtij aparati, pra